E përmende kardinalin shqiptar të cilin e emroi Papa. Ai do të ketë të drejtë tani të votojë në zgjedhjen e Papës së ri? Jo, ai nuk ka, ai është kardinal, por në gjitha funksionet, madje qëndron në Itali, është në Firenze. Ja, Dom Davidi është nga përkthyesi i tij dhe është nga Kosova. Por kardinali nuk ka drejt votimi sepse ai është shumë i moshuar dhe është një personalitet shumë i respektuar në botën e nderuar të Krishtërimit katolik, por nuk ka drejt vote. Mund ta presim njohjen e Kosovës nga Vatikani pas lëvizjes së këtyre? Gjërat kanë lëvizur, tani do shohim kush është Papa i ri. Ka ndonjë emër potencial? Ja, nuk mund të themi. Do përshkruajmë pastaj se si ndodh zgjedhja e Papës së ri, si është konklava etj, po kjo është një gjë që ne nuk mund të bëjmë. Po, ne e kemi dëgjuar tymin e zi dhe të bardhë. Cila është pikërisht kur mblidhet konklava? Çka është konklava fillimisht na? Konklava është mbledhja e Vatikanëve për të zgjedhur Papën e ri. Pra, merret vula papnore, e cila certifikon pra faktin që Papa ka, se çfarë do ndodhë tani, do bëhet varrimi i Papës, dhe pasi të bëhet varrimi i Papës dhe të mbyllet vula papnore, Papa këta mbyllen në një sallë të madhe aty në Vatikan, të gjithë kardinalet me drejtë zgjedhje dhe do zgjedhin Papën me votim, me 2/3. Dhe sa herë nuk është mbërritur kuorumi për ta zgjedhur Papën, ata i hedhin, i djegin ato fletët, dhe nëse nuk e kanë zgjedhur, jashtë mbi çatinë e Vatikanit Shën Pjetrit del tymi zi, dhe kur e zgjedhin, del tymi bardhë dhe pastaj del Papa i ri, i cili është caktuar. Është i konstruktuar apo del në mënyrë? Ja, është e ndërtuar në atë lloj forme sepse është tradita që në zgjedhjen e Papës parë. Dhe disa mendojnë se ajo ndodh vetvetiu, pra nuk është se ndodh. Është ndërtuar. Pra është thjesht për shkak të procedurës. Sigurisht, procedurë. Trupin zgjedhor, kush e përbën për ta zgjedhur Papën? Kardinalet me fuqi zgjedhëse. Jo të gjithë kardinalet kanë të drejtë elektive. Ka një numër, por që unë tani nuk mund të ta lexoj, po janë ata që janë në një moshë saktuar, që kanë detyra konkrete, të kardinalet janë ata që e zgjedhin. Tu për shembull, Papa ka qenë shoqëruar nga kardinali që është edhe sekretar shteti dhe ja që është aty, edhe që është njeriu që ka lëvizur gjërat me Kosovën, se sekretari i shtetit në Vatikan është edhe kryeministër dhe ministri i jashtëm. Ekzistojnë kriteret të caktuara për një papë se çka duhet rreth personalitetit, integritetit?